Në mëngjesin e 5 marsit të vitit 1953, në një zyrë të errët të Komitetit Qendror në Tiranë, telefoni ra nga dora e një në punësi. Lajmi që sapo kishte ardhur nga Moska nuk ishte thjesht një lajm, ishte një tërmet që do të shkatëronte themelet e të gjithë botës komuniste. Josif Stalini, njeriu që kishte mbajtur në dorë fatin e miliona njerëzve, ishte vdekur. Por në atë dhomë të vogël, të mbushur me tymë cigare dhe frikë, askush nuk qante për humbjen e një udhëheqësi. Ata dridheshin nga një pyetje tjetër, shumë më e errët, kush do të ishte tjetri që do të binte? Sepse kur vdes një zot, robërit e tij nuk festojnë, ata luftojnë për mbijetesë. Dhe në atë luftë, dikush gjithmonë duhet të sakrifikohej. Në Tiranën e vitit 1953, ai dikush tashmë kishte një emër dhe një fytyrë, Omer Nishani, kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, njeriu që formalisht ishte kreu i shtetit shqiptar. Por çfarë e bëri këtë intelektual të butë, këtë mjek që dikur kishte shëruar njerëz, të kthehej në kërcënimin numër 1 për Enver Hoxhën? Dhe pse, vetëm 4 muaj pas vdekjes së Stalinit, ai u gjeti shkarkuar, i izoluar dhe më pas i vdekur në rrethana kaq të dyshimta sa që edhe sot, 70 vjet më vonë, askush nuk guxon të flas hapur për to. Për ta kuptuar këtë histori, duhet të kthehemi në ditët kur Omer Nishani ende besonte se mund të shpëtonte shpirtin e tij duke bashkëpunuar me djallin. Ishte viti 1944 dhe Shqipëria sapo kishte dalë nga pushtimi nazist. Nishani, një mjek i arsimuar në Francë, një njeri që fliste 5 gjuhë dhe që kishte kaluar jetën duke lexuar filozofi perëndimore, nuk ishte kur komunist në zemër. Por ai kishte parë çfarë i kishte ndodhur vendit nën zogun, kishte parë korrupsionin dhe varfërinë, dhe kur partizanët komunist erdhën në pushtet duke premtuar një botë të re, ai mendoi se mund t'i ndihmonte ata të ndërtonin diçka më të mirë. Gabimi i tij ishte se ai nuk e kuptoi se Enver Hoxha nuk kishte nevojë për këshilltar, ai kishte nevojë për maska. Nishani u zgjodh kryetari i Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar dhe më pas kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, jo sepse Hoxha e respektonte inteligjencën e tij, por sepse fytyra e tij, ajo e një intelektuali të respektuar, jo ekstremist, me lidhje të vjetra me elitën e vjetër, ishte e dobishme për të gënjur perëndimin dhe për të qetësuar ata shqiptar që ende kishin dyshime për komunizmin. Nishani ishte vitrina e dyqanit, ndërsa Hoxha ishte pronari që numëronte parat në dhomën e pasme. Por çdo mask, me kalimin e kohës, fillon të peshoj. Dhe Omer Nishani, njeriu që kishte menduar se mund të mbante një pozicion dekorativ pa u ndotur duart, shpejt zbuloi se në një diktaturë askush nuk qëndron i pastër. Filloi në vitin 1947, kur terrori i madh goditi Shqipërinë. Çdo javë, në tavolinën e tij, vinin dosje të reja, emra njerëzish që akuzoheshin për sabotazh, spionazh ose armiqësi ndaj popullit. Shumë prej tyre ishin njerëz që Nishani i njihte personalisht, kolegë të vjetër mjek, mësues, intelektual që kishin studiuar jashtë, si ai. Dhe në fund të çdo dosjeje, kishte një faqe që priste firmën e tij, refuzimi i faljes së jetës. Sipas ligjit, kryetari i presidiumit kishte të drejtën teorike të falte një të dënuar me vdekje. Por Enver Hoxha e kishte bërë të qartë, asnjë falje nuk do të jepej pa miratimin e tij personal. Dhe Hoxha nuk miratonte kurrë. Kështu që Nishani, çdo ditë, merrte stilografinë e tij dhe firmoste. Thuhet nga ata pak që guxuan të flasin më vonë se ai qante kur e bënte këtë. Që dora i dridhej kaq shumë sa nënshkrimi i tij dukej si një vijë e thyrë. Por ai firmoste. Sepse nëse nuk do ta bënte, e dinte se emri i tij do të ishte i radhës në atë listë. Dhe pastaj erdhi dita kur lista goditi edhe më afër. Ishte një mëngjes i zakonshëm kur sigurimi i shtetit arrestoi Besim Nishanin, vëllain e Omerit. Akuza ishte e njëjta si gjithmonë, veprimtari armiqësore ndaj shtetit popullor. Besimi nuk ishte asnjë kërcënim për regjimin, ai ishte thjesht një qytetar i zakonshëm që kishte pasur fatin e keq të ishte vëllai i një njeriu që Hoxha donte ta mbante nën kontroll. Arrestimi ishte një mesazh i qartë për Omerin, ti je yni. Edhe familja jote është peng. Omer Nishani, njeriu që formalisht ishte kreu i shtetit shqiptar, nuk bëri asgjë për ta shpëtuar vëllain e tij. Ai nuk guxoi as të telefononte, as të shkruante një letër ndërmjetësimi. Ai thjesht priti, duke shpresuar se ndoshta, Hoxha do të tregonte mëshirë. Por mëshira nuk erdhi kurrë. Besim Nishani u pushkatua në një mëngjes të ftohtë dhe trupi i tij u hodh në një varr të pashënuar diku në periferi të Tiranës. Kur Omeri mësoi lajmin, ai nuk foli për ditë të tëra.
Ata që e pan atë në ato ditë thanë se ai dukej si një njeri që kishte vdekur brenda, por trupi i tij kishte harruar të ndalonte së lëvizuri. Ai vazhdoi të shkonte në zyrë, të firmoste dokumente, të mbante fjalime të shkruara nga të tjerët. Por diçka thelbësore ishte thyer në të. Dhe Enver Hoxha e dinte këtë. Ai e dinte se kishte shkatëruar shpirtin e Omer Nishanit dhe kjo e bënte atë edhe më të dobishëm, një njeri i thyer nuk rebelohet kurrë. Por pastaj, në mëngjesin e 5 marsit të vitit 1953, bota ndryshoi. Stalini vdiq. Dhe me vdekjen e tij, të gjitha rregullat e vjetra filluan të shkriheshin. Në Moskë, udhëheqja e re, Malenkov, Beria, Hrushovi, filloi të fliste për udhëheqje kolektive, për fund të kultit të individit, për një komunizëm më njerëzor. Këto fjalë, që në Perëndim tingëllonin si retorike zbrazët, në Tiranë tingëllonin si një kërcënim ekzistencial. Sepse nëse Moska po kërkonte fund të diktaturave personale, atëherë çfarë do të ndodhte me Enver Hoxhën, njeriu që kishte ndërtuar gjithë pushtetin e tij mbi kultin e personalitetit të tij? Në qershor të vitit 1953, Moska thiri urgjentisht udhëheqësit e të gjitha vendeve satelite. Mesazhi ishte i qartë: bëni reforma, tregoni se jeni të gatshëm të ndryshoni, ose do t'ju ndryshojmë ne. Enver Hoxha u kthye nga ai udhëtim i shqetësuar thellësisht. Ai e dinte se Moska po kërkonte figura të reja, më të moderuara, në krye të shteteve komuniste. Dhe kur ai shikoi rreth vetes, ai pa një njeri që mund të ishte kandidati i përsosur për ta zëvendësuar atë, Omer Nishani. Mendojeni për një moment, Nishani ishte intelektual, i arsimuar në Perëndim, me një reputacion si njeri i butë dhe jo ekstremist. Ai kishte qenë kreu i shtetit për gati një dekadë, dhe megjithse të gjithë e dinin se ai nuk kishte pushtet real, emri i tij ende mbante një farë respekti. Nëse Moska do të vendoste të largonte Hoxhën dhe të vendoste një figurë më të pranueshme në krye të Shqipërisë, Nishani do të ishte zgjedhja logjike. Ai nuk ishte një kërcënim aktiv, ai nuk kishte asnjë bazë pushteti, asnjë rrjet besnikësh, asnjë ambicie personale. Por pikërisht kjo e bënte atë kaq të rrezikshëm. Sepse në një kohë kur Moska po kërkonte alternativa, thjesht ekzistenca e Omer Nishanit ishte një kërcënim. Ai ishte një opsion, një mundësi, një emër që dikush në Kremlin mund ta shqiptonte nëse vendoste se Enver Hoxha kishte shkuar shumë larg. Dhe për një diktator paranojak si Hoxha, mundësia e një kërcënimi ishte po aq e rrezikshme sa vetë kërcënimi. Por kishte edhe një arsye tjetër, më të errët dhe më personale, pse Hoxha donte ta eliminonte Nishanin pikërisht në atë moment. Omer Nishani e dinte shumë. Ai kishte qenë dëshmitari të gjitha kompromiseve të pista që Hoxha kishte bërë për të arritur në pushtet. Ai kishte qenë aty kur Hoxha kishte prishur marrëveshjen e Mukjes me ballistët, duke sakrifikuar mundësinë e një qeverie të përbashkët për të mbajtur pushtetin vetëm për komunistët. Ai kishte qenë aty kur Hoxha ishte nënshtruar plotësisht ndaj jugoslavëve midis viteve 1944 dhe 1948, duke lejuar që Tito të kontrollonte praktikisht politikën e jashtme shqiptare. Ai kishte qenë aty kur Hoxha kishte eliminuar një nga një të gjithë rivalet e tij brenda partisë, Koçi Xoxhen, Sejfullah Malëshovën, Tukjakovën, duke përdorur akuza të fabrikuara dhe procese gjyqësore të orkestruara. Nishani nuk kishte asnjë provë të shkruar për këto gjëra, por ai kishte parë me sytë e tij. Dhe në një kohë kur udhëheqja e re sovjetike mund të fillonte të hetonte të kaluarën e udhëheqësve satelit, një dëshmitar i tillë ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm. Imagjinoni se si mendonte Enver Hoxha në ato ditë të qershorit dhe korrikut të vitit 1953. Ai e dinte se Moska po e vëzhgonte. Ai e dinte se çdo gabim, çdo shenjë dobësie mund të përdorej kundër tij. Dhe ai e dinte se Omer Nishani, njeriu që ai e kishte mbajtur si një kukull dekorative për aq vite, papritur ishte bërë një kërcënim ekzistencial. Jo sepse Nishani donte pushtet, ai nuk e donte. Jo sepse Nishani po komplotonte kundër tij, ai nuk ishte. Por sepse thjesht ekzistenca e Nishanit, me historinë e tij, me reputacionin e tij, me njohuritë e tij, e bënte atë një alternativë të mundshme. Dhe në logjikën e një diktatori, çdo alternativë duhet eliminuar. Kështu që Hoxha filloi të planifikonte. Ai nuk mund të arrestonte Nishanin menjëherë, kjo do të dukej shumë e dyshim, shumë e nxituar. Ai duhej ta bënte atë në mënyrë që të dukej si një vendim i natyrshëm, si pjesë e reformave që Moska po kërkonte.
Dhe kështu, në 23 korrik të vitit 1953, u mbajt plenumi i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Në atë plenum, Enver Hoxha mbajti një fjalim të gjatë për nevojën e udhëheqjes kolektive dhe për forcimit të demokracisë së brendshme të partisë. Ai foli për rëndësinë e rinovimit të kadrove dhe dhënies së mundësive për gjenerata të reja. Të gjitha këto fjalë tingëllonin si reforma, por në të vërtetë ishin një mbulesë për një pastrim. Dhe viktima kryesore e atij pastrimi ishte Omer Nishani. Një ditë më vonë, më 24 korrik, Kuvendi Popullor u mblodh në një seancë të jashtëzakonshme. Aty, Omer Nishani dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të presidiumit. Versioni zyrtar ishte se ai po largohej për arsye shëndetësore dhe se donte t'i jepte vendin një udhëheqësi më të ri dhe më energjik. Por askush në atë sallë nuk besonte këtë. Të gjithë e dinin se Nishani po shkarkohej dhe të gjithë e dinin pse. Zëvendësuesi i tij ishte Haxhi Lleshi, një ish komandant partizan, një njeri pa arsim të lartë, pa pretendime intelektuale dhe mbi të gjitha, një besnik i verbër i Enver Hoxhës. Zgjedhja e Lleshit ishte një mesazh i qartë: Hoxha nuk donte më intelektual në krye të shtetit. Ai donte ushtar që zbatonin urdhra pa bërë pyetje. Pas shkarkimit, Omer Nishani u kthye në shtëpinë e tij në Tiranë dhe u zhyt në një heshtje të plotë. Atij ju hoqën të gjitha privilegjet, makina zyrtare, roja, telefoni i drejt për drejt. Ai u trajtua si një i vdekur i gjallë, një njeri që kishte ekzistuar dikur, por që tani ishte fshirë nga historia. Sigurimi i shtetit e vëzhgonte çdo lëvizje të tij. Çdo vizitë që ai merrte regjistrohej. Çdo bisedë që ai bënte raportohej. Ai jetonte në një burg pa mure, duke pritur çdo natë që dera të trokitej dhe që zërat e një orë të sigurimit të thonin: "Shoku Nishani, duhet të vini me ne." Por ajo derë nuk u trokit kurrë. Jo sepse Hoxha kishte vendosur ta linte të qetë, por sepse ai kishte një plan tjetër, më të errët. Sepse në logjikën e një diktatori, një armik i gjallë mund të flasë, mund të shkruajë kujtime, mund të bëhet simbol. Por një armik i vdekur është vetëm një kujtim që zbehet me kohën. Dhe kështu, në 26 maj të vitit 1954, më pak se një vit pas shkarkimit, Omer Nishani u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar ishte vetvrasje për shkak të një sëmundjeje të pashërueshme. Por detajet e asaj vdekjeje ishin kaq të dyshimta saqë edhe sot, 70 vjet më vonë, askush nuk i beson. Së pari, arma me të cilën ai supozohej se ishte qelluar nuk ishte e tija, askush nuk mund të shpjegonte se si ai e kishte marrë atë. Së dyti, këndi i plumbit ishte i tillë që mjekët e pavarur, ata pak që guxuan të flasin më vonë, thanë se ishte pothuajse i pamundur për një vetvrasje. Së treti, sigurimi i shtetit rrethoi shtëpinë menjëherë pas zbulimit të trupit, duke mos lejuar as mjek civil, as familjar të afërt të shihnin trupin para se ai të varrohej. Varrimi u bë në fshehtësi të plotë, pa nderime shtetërore, pa fjalime, pa asnjë njoftim zyrtar. Ishte sikur Omer Nishani nuk kishte ekzistuar kurrë. Por pse? Pse Enver Hoxha nuk e arrestoi thjesht Nishanin, nuk e gjykoi në një proces publik, nuk e pushkatoi si armik të popullit siç kishte bërë me qindra të tjerë? Përgjigjja qëndron në atë që Nishani përfaqësonte. Ai nuk ishte një rival politik që mund të akuzohej për komplot. Ai nuk ishte një intelektual disident që mund të akuzohej për propagandë perëndimore. Ai ishte një njeri që Hoxha vetë e kishte vendosur në krye të shtetit, një njeri që kishte shërbyer besnikërisht për gati një dekadë, një njeri që nuk kishte bërë asgjë tjetër përveç se të zbatonte urdhra. Nëse Hoxha do ta gjykonte publikisht Nishanin, ai do të duhej të shpjegonte pse e kishte mbajtur atë në atë pozicion për aq kohë. Ai do të duhej të pranonte se kishte pasur një armik në krye të shtetit për vite me radhë, gjë që do ta bënte vetë Hoxhën të dukej i dobët dhe të paaftë. Kështu që zgjidhja më e mirë ishte eliminimi i heshtur, një vetvrasje që nuk kërkonte shpjegime, që nuk mbrinte pyetje, që thjesht mbyllte një kapitull të bezdisshëm. Por a ishte vërtet vetvrasje? A mund të ketë qenë që Omer Nishani, i thyer shpirtërisht nga vitet e terrorit, nga vdekja e vëllait, nga vetë shkarkimi i tij, vendosi të vdiste me duart e veta? Kjo është pyetja që ka munduar historianët për dekada. Dhe e vërteta është se ne nuk do ta dimë kurrë me siguri. Sepse të gjitha provat u shkatëruan, të gjithë dëshmitarët u heshtën dhe vetë dosja e vdekjes së Nishanit u mbyll me vulën sekret i shtetit dhe nuk u hap kurrë plotësisht. Por ka një detaj të vogël, të cilin shumë pak njerëz e dinë dhe që hedh një dritë të re mbi këtë mister.
Në arkivat e sigurimit të shtetit që u hapën pjesërisht pas rënies së komunizmit, u gjet një raport i shkurtër i datës 25 maj, një ditë para vdekjes së Nishanit. Në atë raport, një agent i sigurimit shkruante: objekti po monitorohet vazhdimisht. Nuk ka pasur kontakte të dyshimta. Gjendja shëndetësore e tij duket e qëndrueshme. Nuk ka shenja të qëllimeve vetvrasëse. Një ditë më vonë, ai objekt ishte i vdekur. Çfarë ndodhi në atë natë? Kush erdhi në shtëpinë e Omer Nishanit? Çfarë i than ata? Ai u dha atij një zgjedhje, plumbi ose gjyqi publik që do të shkatëronte edhe emrin e fundit që i kishte mbetur? A e detyruan ata ta mbante armën, duke i thënë se kjo ishte mënyra e vetme për të mbrojtur familjen e tij nga hakmarrja? Apo thjesht e qelluan dhe e rregulluan skenën për të dukur si vetvrasje? Këto pyetje nuk kanë përgjigje. Por ajo që e dim me siguri është kjo: Omer Nishani vdiq sepse ai e dinte shumë, sepse ai ishte një alternativë e mundshme dhe sepse në logjikën e Enver Hoxhës, një dëshmitar i tillë nuk mund të lejohej të jetonte. Vdekja e tij ishte çmimi që ai pagoi për të qenë një njeri i ndershëm në një botë të pafe, për të besuar se mund të bashkëpunonte me një diktatur pa u bërë vetë diktator, për të menduar se mund të mbante duart e pastra ndërsa firmoste dënime me vdekje. Dhe ndoshta, në fund, ai e kuptoi këtë. Ndoshta, në atë natë të fundit, kur dëgjoi hapat që vinin drejt derës së tij, ai e kuptoi se nuk kishte kurrë pasur një zgjedhje të vërtetë, se që nga dita e parë kur kishte pranuar atë postë, ai kishte qenë një njeri i vdekur që ecte. Por historia e Omer Nishanit nuk përfundon me vdekjen e tij. Ajo vazhdon në heshtjen që erdhi pas saj. Sepse për dekada, emri i tij u fshi nga librat e historisë. Fëmijët shqiptar u mësuan se Enver Hoxha kishte çliruar vendin, se ai kishte ndërtuar socializmin, se ai kishte qenë udhëheqësi i vetëm i vërtetë. Por për Omer Nishanin, njeriu që kishte qenë kreu i shtetit për gati një dekadë, nuk kishte asnjë fjalë. Ai u bë një jo person, një boshllëk në histori, një emër që njerëzit e vjetër e pëshpëritnin me frikë, por që të rinjt nuk e kishin dëgjuar kurrë. Dhe kjo, ndoshta, ishte hakmarrja e fundit e Enver Hoxhës, jo thjesht ta vriste Nishanin, por ta fshinte atë nga kujtesa kolektive, ta bënte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Sepse në një diktaturë, vdekja fizike nuk është mjaftueshme. Duhet të vdesësh edhe në histori, edhe në kujtesë, edhe në të ardhmen. Dhe për shumë vite, dukej sikur Hoxha kishte fituar edhe atë betejë. Por pastaj, në vitet e 90-ta, kur regjimi komunist ra dhe arkivat filluan të hapen, emri i Omer Nishanit filloi të rishfaqej. Historianët filluan të gërmojnë në dosjet e vjetra, të intervistojnë ata pak që kishin mbijetuar, të rivendosin copat e një mozaiku që ishte shkatëruar me qëllim. Dhe ajo që ata zbuluan ishte një histori e tmerrshme për një njeri që kishte dashur të bënte mirë, por që kishte përfunduar duke u bërë bashkëfajtor i së keqes, dhe që në fund kishte paguar çmimin më të lartë për këtë. Sot, 70 vjet pas vdekjes së tij, ne ende nuk e dim të gjithë të vërtetën për Omer Nishanin. Por ne e dim mjaftueshëm për të kuptuar se historia e tij nuk është thjesht historia e një viktim të diktaturës, është historia e një zgjedhjeje të pamundur, e një kompromisi që shkatëron shpirtin, e një sistemi që nuk të lejon të jesh as hero, as mashtrues, por vetëm një mjet që përdoret dhe pastaj hidhet kur nuk të duhen më. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga kjo histori e errët. Se në një diktaturë nuk ka njerëz të mirë dhe të këqij, ka vetëm njerëz që mbijetojnë dhe njerëz që nuk mbijetojnë. Dhe ndonjëherë, ata që mbijetojnë më gjatë janë ata që paguajnë çmimin më të lartë. Omer Nishani mbijetoi për gati një dekadë në krye të një shteti që nuk e kontrollonte, duke firmosur dënime që nuk i besonte, duke jetuar një jetë që nuk e kishte zgjedhur. Dhe në fund, kur ai nuk ishte më i dobishëm, ai u hodh poshtë si një send i vjetër. Por pyetja që mbetet, pyetja që duhet ta bëjmë vetes, është kjo: nëse do të ishim në vendin e tij, çfarë do të bënim ne? A do të kishim guximin të refuzonim që nga fillimi, duke ditur se refuzimi do të thoshte vdekje të menjëhershme? A do të kishim forcën të rebelonim në mes të rrugës, duke ditur se kjo do të shkatëronte jo vetëm ne, por edhe familjen tonë? Apo do të bënim atë që bëri Nishani, do të bashkëpunonim, duke shpresuar se ndoshta, do të mund të mbijetonim, vetëm për të zbuluar në fund se mbijetesa në një diktaturë nuk është jetë, por vetëm një vdekje e ngadaltë. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të fshehura në një dosje që mbante kodin objekt 97, ekziston një dokument që nuk duhej të ekzistonte kurrë.
Është një listë e shkruar me dorë e datës 10 qershor 1953, vetëm 3 muaj pas vdekjes së Stalinit. Në krye të saj, me shkronja të mëdha, shkruan: element të rrezikshëm për stabilitetin e udhëheqjes. Në atë listë ka 22 emra. Disa janë të njohur, ish-ministrat që do të arrestoheshin më vonë, intelektualët që do të dërgoheshin në kampe. Por emri i parë, i nënvizuar me bojë të kuqe, është Omer Nishani. Jo ish armiku, jo sabotatori i mundshëm, thjesht elementi numër 1. Kush e shkroi këtë listë? Nuk e dim. Por ajo që e dim është se ajo u gjet në zyrën personale të Enver Hoxhës, në një sirtar që mbahej gjithmonë i kyçur. Dhe kjo na tregon diçka të tmerrshme: vendimi për të eliminuar Omer Nishanin nuk u mor në korrik, kur ai u shkarkua. Ai u mor në qershor, ndoshta edhe më herët. Gjithçka tjetër ishte thjesht teatër. Por çfarë e bëri Nishanin kaq të rrezikshëm sa që emri i tij duhej të ishte i pari në atë listë? Çfarë e dinte ai që të tjerët nuk e dinin? Dhe mbi të gjitha, a e dinte vetë ai se ishte shënuar për vdekje, apo jetoi muajt e fundit duke u gënjur veten se ndoshta do të shpëtonte? Për ta kuptuar këtë, duhet të hyjmë në mendjen e Enver Hoxhës në ato ditë të qershorit 1953. Imagjinoni, ju jeni një diktator i një vendi të vogël, i varur plotësisht nga Moska. Për vite me radhë, ju keni ndërtuar pushtetin tuaj mbi besnikërinë absolute ndaj Stalinit. Çdo vendim që keni marrë, çdo armik që keni eliminuar, çdo reformë që keni bërë, të gjitha janë justifikuar me fjalët shoku Stalin urdhëroi ose shoku Stalin miratoi. Por tani, Stalini është i vdekur. Dhe udhëheqja e re në Moskë po thotë se Stalini kishte gabuar, se kulti i personalitetit ishte një devijim, se duhet të ketë udhëheqje kolektive. Çfarë do të thotë kjo për ju? Do të thotë se çdo gjë që keni bërë në emër të Stalinit tani mund të konsiderohet si gabim. Do të thotë se Moska mund të fillojë të hetojë se si keni ardhur në pushtet, çfarë kompromisesh keni bërë, kë keni eliminuar. Dhe nëse ata fillojnë të hetojnë, ata do të kenë nevojë për dëshmitar. Dhe dëshmitari më i rrezikshëm, ai që ka parë gjithçka që nga fillimi, është Omer Nishani. Nishani e dinte për mukjen, atë marrëveshje të famshme të gushtit 1944, kur partizanët komunistë dhe ballistët nacionalistë u takuan për të diskutuar një qeveri të përbashkët pas luftës. Hoxha kishte firmosur atë marrëveshje, kishte rënë dakord për bashkëpunim, kishte premtuar se nuk do të kishte hakmarrje. Por vetëm 2 javë më vonë, ai e kishte prishur atë marrëveshje, kishte urdhëruar sulme kundër ballistëve, kishte filluar një luftë civile që do të linte mijëra të vdekur. Pse? Sepse Tito, udhëheqësi jugoslav, i kishte thënë se nëse donte mbështetjen e Jugosllavisë, duhej të eliminonte çdo rrymë tjetër politike. Dhe Hoxha kishte zgjedhur pushtetin mbi paqen. Nishani kishte qenë aty. Ai kishte parë letrat, kishte dëgjuar bisedat, kishte kuptuar se Hoxha kishte gënjur me vetdije për të marrë pushtetin absolut. Dhe tani, në 1953, kur Moska po kërkonte drejtësi historike dhe rishikim të gabimeve të së kaluarës, ky kujtim ishte një bombë me sahë. Por kjo nuk ishte e gjitha. Nishani e dinte edhe për vitet e nënshtrimit ndaj Jugosllavisë, ato vite të turpshme nga 1944 deri në 1948, kur Shqipëria praktikisht ishte një provincë jugoslave. Këshilltarët jugoslav ishin kudo, në ushtri, në polici, në ekonomi, në arsim. Ata vendosnin se cilat fabrika do të ndërtoheshin, se cilat rrugë do të hapeshin, madje edhe se cilët shqiptar do të arrestoheshin. Enver Hoxha kishte pranuar gjithçka, kishte ulur kokën, kishte firmosur çdo dokument që Tito ia dërgonte. Ai kishte qenë një vasall i përsosur. Por në 1948, kur Stalini u përçau me Titon, Hoxha papritur u kthye në patriotin që kishte rezistuar heroikisht ndaj revizionizmit jugoslav. Ai filloi të arrestonte të gjithë ata që kishin bashkëpunuar me jugoslavët, duke harruar me lehtësi se ai vetë kishte qenë bashkëpunuesi kryesor. Dhe përsëri, Nishani kishte qenë aty. Ai kishte parë si Hoxha kishte lëpir çizmet e Titos, dhe pastaj si kishte pretenduar se kishte qenë gjithmonë kundër tij. Kjo hipokrit e dyfish, e dokumentuar në kujtimet e Nishanit, ishte një tjetër arsye pse ai duhej të heshte për gjithmonë. Dhe pastaj ishin eliminimi i rivalëve. Koçi Xoxe, ish ministri i brendshëm, njeriu që kishte qenë dora e djathtë e Hoxhës për vite me radhë, u arrestua në 1949 dhe u pushkatua me akuzën se ishte agent jugoslav.
Por e vërteta ishte se Xoxe kishte filluar të bëhej shumë i fuqishëm, shumë i pavarur, dhe Hoxha kishte frikë se ai mund ta rrëzonte. Kështu që ai e sakrifikoi duke e përdorur si kurban për të treguar besnikëri ndaj Moskës pas përçarjes me Titon. Sejfullah Maleshova, një intelektual i respektuar, u shkarkua dhe u internua sepse kishte guxuar të sugjerojë se Shqipëria duhej të kishte marrëdhënie më të mira me Perëndimin. Tukjakova, një hero i vërtet i luftës partizane, u arrestua dhe u torturua deri në vdekje sepse kishte pyetur pse ekonomia po shkatërrohej nga kolektivizimi i dhunshëm. Të gjithë këta njerëz ishin eliminuar jo sepse ishin armiq të popullit, por sepse ishin kërcënime për pushtetin personal të Hoxhës. Dhe Omer Nishani, si kryetari i presidiumit, kishte firmosur refuzimin e faljes për disa prej tyre. Ai e dinte se ata ishin të pafajshëm. Ai e dinte se akuzat ishin të fabrikuara. Por ai kishte firmosur, sepse nëse nuk do ta bënte, emri i tij do të ishte i radhës. Tani, në qershor të 1953, Enver Hoxha e dinte se nëse Moska vendoste të hetonte këto ekzekutime, Nishani do të ishte dëshmitari kryesor. Ai nuk kishte asnjë arsye për të mbrojtur Hoxhën, Hoxha e kishte shkatëruar jetën e tij, e kishte detyruar të firmos dënime që e kishin thyer shpirtërisht, kishte lejuar që vëllai i tij të pushkatohej. Nëse dikush nga Moska do t'i thoshte Nishanit, trego të vërtetën dhe ne do të mbrojmë, çfarë do të bënte ai? A do të vazhdonte të mbante heshtjen duke mbrojtur njeriu që e kishte torturuar psikologjikisht për vite me radhë? Apo do të fliste duke shpresuar se ndoshta, në fund, e vërteta do të dilte në shesh? Hoxha nuk mund të merrte atë risk. Ai nuk mund të lejonte që Nishani të jetonte aq gjatë sa të kishte mundësinë të fliste. Dhe kështu, emri i tij u shkrua i pari në atë listë të kopshme. Por ka një detaj tjetër, më personal dhe më tragjik, që shpjegon pse Hoxha e urrente Nishanin me një intensitet kaq të veçantë. Ata të dy ishin nga Gjirokastra, qyteti i njëjtë në jug të Shqipërisë. Ata kishin shkuar në shkollën e njëjtë, kishin njohur të njëjtat familje, kishin ecur në të njëjtat rrugë. Por ndërsa Hoxha ishte djali i një tregtari të vogël që kishte luftuar për të fituar respekt, Nishani ishte nga një familje e respektuar intelektuale që kishte pasur gjithmonë një status të lartë shoqëror. Hoxha e kishte parë Nishanin si përfaqësues të asaj klase që ai e urrente, intelektualët borgjes që mendonin se ishin më të mirë se të tjerët vetëm sepse kishin lexuar libra. Dhe tani, ironia e fatit kishte bërë që Hoxha, komunisti revolucionar, të ishte zot absolut, ndërsa Nishani, intelektuali i respektuar, të ishte një kukull e pafuqishme. Por kjo nuk e kishte shuar urrejtjen e Hoxhës, përkundrazi, e kishte intensifikuar atë. Sepse çdo herë që ai shikonte Nishanin, ai kujtohej se kishte pasur nevojë për atë borgjes për të fituar legjitimitet, se pa fytyra si ajo e Nishanit, regjimi i tij nuk do të ishte pranuar kurrë nga intelektualët. Dhe kjo varësi, edhe pse e kaluar, e bënte Hoxhën të ndiehej i poshtëruar. Dhe një diktator i poshtëruar është gjëja më e rrezikshme në botë. Ndërkohë, në shtëpinë e tij në Tiranë, Omer Nishani jetonte ditët e fundit të lirisë së tij relative, pa e ditur se fati i tij ishte vulosur tashmë. Ai shkonte në zyrë çdo mëngjes, lexonte dokumente që nuk kishin asnjë rëndësi, firmonte letra që askush nuk i lexonte. Ai ishte bërë një fantazm në sistemin që ai vetë kishte ndihmuar të ndërtohej. Por kishte momente të rralla dhe të dhimbshme kur maska e tij zyrtare binte. Një ish koleg i tij që më vonë dha një intervistë të fshehtë për historianët, tregoi një skenë që e kishte parë në maj të 1953. Ai kishte hyrë në zyrën e Nishanit për të dorëzuar një dokument dhe e kishte gjetur atë duke qarë në heshtje, duke mbajtur në duar një fotografi të vjetër. Kur Nishani e kishte parë, kishte fshirë shpejt lotët dhe kishte thënë, "Më fal, kam një dhimbje koke." Por kolegu kishte parë fotografin, ishte një foto familjare nga vitet e 30-ta, ku Omeri dhe vëllai i tij Besimi qeshnin së bashku, të rinj dhe plot shpresë. Tani, Besimi ishte i vdekur, pushkatuar nga i njëjti sistem që Omeri shërbente. Dhe Omeri jetonte me atë faj çdo ditë, duke ditur se nëse do të kishte pasur guximin të refuzonte që nga fillimi, ndoshta vëllai i tij do të ishte ende gjallë. Kjo ishte çmimi i vërtet i bashkëpunimit me diktaturën, jo vetëm humbja e lirisë, por humbja e shpirtit. Nishani kishte menduar se mund të mbante një pozicion formal pa u përfshirë në krime. Por ai kishte zbuluar se në një sistem të tillë nuk ka pozicione neutrale. Çdo firmë që ai kishte vënë, çdo fjalim që ai kishte lexuar, çdo heshtje që ai kishte mbajtur, të gjitha e kishin bërë atë bashkëfajtor.
Dhe tani, kur ai shikonte në pasqyrë, ai nuk shite më mjekun human që kishte dashur të ndihmonte njerëzit. Ai shite një njeri që kishte firmos dënime me vdekje për qindra të pafajshëm, që kishte qëndruar në heshtje ndërsa vëllai i tij pushkatohej, që kishte jetuar në një pallat të madh ndërsa populli vdiste nga uria. Ai kishte bërë të gjitha këto gjëra për të mbijetuar. Por çfarë lloj mbijetese ishte kjo? Çfarë kuptimi kishte të jetonit kur çdo ditë të jetës tënde ishte një tradhti ndaj gjithçkaje që dikur kishe besuar? Dhe pastaj erdhi dita e 23 korrikut 1953. Plenumi i Komitetit Qendror. Nishani u thirr në atë mbledhje, por ai nuk e dinte se çfarë do të ndodhte. Ai hyri në sallë dhe u ul në vendin e tij të zakonshëm, në rreshtin e parë, pranë anëtarëve të tjerë të udhëheqjes. Enver Hoxha filloi të fliste për reforma, për udhëheqje kolektive, për rinovim të kadrove. Fjalët tingëllonin të mira, progresive, të moderuara. Por Nishani, që kishte mësuar të lexonte mes rreshtave, e kuptoi menjëherë se diçka e keqe po vinte. Dhe pastaj, Hoxha tha fjalët që e ngrin gjakun: "Shokët, ne duhet të jemi të sinqertë me veten tonë. Ka shok që kanë shërbyer me devotshmëri, por që tani, për arsye shëndetësore ose për arsye të moshës, nuk mund të vazhdojnë të mbajnë përgjegjësi kaq të rënda. Ne duhet t'u japim atyre mundësinë të pushojnë me nderime dhe të japim vend për gjenerata të reja, më energjike." Të gjithë në sallë e kuptuan se kush ishte objektivi. Të gjithë shikuan nga Nishani. Dhe ai, në atë moment, e kuptoi se jeta e tij si kryetari i presidiumit kishte mbaruar. Por pjesa më e dhimbshme nuk ishte shkarkimi në vetvete. Ishte mënyra se si u bë. Sepse Hoxha nuk e akuzoi Nishanin për asgjë. Ai nuk tha se ai kishte bërë gabime, se kishte tradhtuar, se kishte qenë i paaftë. Përkundrazi, ai e lavdëroi atë. Ai tha se Nishani kishte qenë një shërbëtor besnik i popullit, se ai kishte dhënë kontributin e tij, se ai meritonte të pushonte me nderime. Dhe kjo ishte tortura më e madhe, të shkarkohesh jo si armik, por si një send i vjetër që nuk të duhet më. Të thuhet se je i sëmur, i lodhur, i vjetër, kur ti e di se arsyeja e vërtetë është se ti je bërë i rrezikshëm. Të detyrohesh të falenderosh për kujdesin që po tregojnë ndaj teje, kur ti e di se ata po të përgatiten për eliminim. Nishani u ngrit, tha disa fjalë të shkurtra, falenderoi partinë për besimin, pranoi vendimin me përgjegjësi dhe u ul. Zëri i tij dridhej. Duart i dridheshin. Dhe të gjithë në atë sallë e dinin se ata po shikonin një njeri që sapo kishte marrë dënimin e tij me vdekje, edhe pse asnjë fjalë e tillë nuk ishte shqiptuar. Një ditë më vonë, Kuvendi Popullor u mblodh për të formalizuar shkarkimin. Haxhi Leshi u zgjodh si kryetari i ri i presidiumit. Nishani i dorëzoi atij simbolet e detyrës, vulën zyrtare, flamurin, dokumentet. Leshi, një njeri i thjesht ushtarak, nuk e shikoi Nishanin në sy. Ai mori gjërat, bëri një përshëndetje ushtarake dhe u kthye. Asnjë fjalë falënderimi, asnjë shprehje respekti. Ishte sikur Nishani ishte tashmë i vdekur dhe ata po merrnin gjërat nga një kufom. Dhe ndoshta, në një kuptim, ai ishte vërtet i vdekur. Sepse njeriu që doli nga ajo sallë nuk ishte më kryetari i presidiumit, nuk ishte më një figurë publike, nuk ishte më askush. Ai ishte thjesht Omer Nishani, një plak 60 vjeçar, i sëmur, i thyer, që shkonte në shtëpi për të pritur fundin. Dhe fundi nuk vonoi shumë. Sepse Enver Hoxha e dinte se një Nishani i gjallë, edhe i shkarkuar, ishte ende një rrezik. Ndoshta Moska do të dërgonte dik për të intervistuar ish udhëheqësit. Ndoshta një gazetar perëndimor do të gjente mënyrën të hynte në Shqipëri dhe të fliste me të. Ndoshta vetë Nishani, në një moment dëshpërimi, do të vendoste të shkruante kujtimet e tij dhe t'i kontrabandonte jashtë vendit. Të gjitha këto ishin mundësi të vogla, por për një diktator paranojak, edhe mundësia më e vogël ishte e papranueshme. Dhe kështu, në 26 maj të vitit 1954, Omer Nishani u gjeti vdekur. Versioni zyrtar ishte vetvrasje. Por ata që e njihnin atë nuk e besonin këtë. Sepse Nishani, pavarësisht nga gjithë vuajtja e tij, nuk ishte një njeri që do të vdiste me duart e veta. Ai kishte mbijetuar në për të gjitha tmerret e regjimit, kishte parë vëllain e tij të pushkatohej, kishte firmos dënime për miqtë e tij, kishte jetuar me fajin dhe turpin për vite me radhë. Nëse ai do të kishte dashur të vdiste, ai do ta kishte bërë shumë më herët.
por ai kishte vazhduar të jetonte, ndoshta duke shpresuar se një ditë e vërteta do të dilte në shesh, se dikush do të dëgjonte historinë e tij, se vuajtja e tij nuk do të ishte e kollë. Por kjo shpresë ju mor atij në atë natë të 26 majit. Çfarë ndodhi saktësisht? Kush erdhi në shtëpinë e tij? Çfarë i than ata? A e detyruan ta mbante armën, duke i thënë se kjo ishte mënyra e vetme për të mbrojtur familjen e tij nga hakmarrja? A i dhan një zgjedhje, plumbi ose gjyqi publik që do të shkatëronte edhe emrin e fundit që i kishte mbetur? Apo thjesht e qelluan dhe e rregulluan skenën për të dukur si vetvrasje? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse të gjitha provat u shkatëruan, të gjithë dëshmitarët u heshtën dhe vetë dosja e vdekjes së Nishanit u mbyll me vulën sekret i shtetit. Por ajo që e dim është se një njeri që kishte qenë kryetari i shtetit për gati një dekadë u varros në fshehtësi, pa nderime, pa fjalime, pa asnjë njoftim zyrtar. Ishte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Dhe për Enver Hoxhën, kjo ishte pikërisht ajo që ai donte, jo vetëm ta vriste Nishanin, por ta fshinte atë nga historia, ta bënte sikur ai nuk kishte qenë kurrë pjesë e asaj historie. Por historia ka një mënyrë të çuditshme për të rikthyer të vërtetën, edhe kur diktaturat përpiqen ta varrosin atë. Sot, 70 vjet pas vdekjes së Omer Nishanit, ne e dim se ai nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte thjesht një njeri që u gjet në vendin e gabuar në kohën e gabuar, që bëri zgjedhje të këqija duke shpresuar se ato do të çonin në rezultate të mira, që bashkëpunoi me një sistem që e shkatërroi shpirtërisht, dhe që në fund pagoi çmimin më të lartë për atë bashkëpunim. Historia e tij është një paralajmërim për ne të gjithë, se në një diktaturë nuk ka pozicione neutrale, se çdo heshtje është një tradhti, se çdo kompromis të shkatërron pak nga pak, derisa një ditë të zgjohet dhe të zbulosh se nuk mbetet më asgjë nga njeriu që dikur ishe. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga kjo tragjedi e errët, se e vetmja mënyrë për të mbrojtur shpirtin tënd është të refuzosh që nga fillimi, edhe nëse refuzimi do të thotë vdekje. Sepse ka gjëra më të këqija se vdekja. Dhe një prej tyre është të jetosh si Omer Nishani jetoi, si një fantazm në sistemin që ti vetë ndihmove të ndërtoi, duke pritur çdo ditë që ajo fantazm të zhduket përfundimisht. Në 10 qershor të vitit 1953, në një zyrë pa dritare në katin e 3 të Komitetit Qendror, 3 burra ulën në një tavolinë të vogël dhe filluan të shkruajnë një listë që do të ndryshonte fatin e 22 njerëzve. Asnjë prej tyre nuk foli shumë. Ata thjesht shkruanin emra, i lexonin me zë të ulët dhe pastaj vendosnin se cili do të ishte i pari, cili i dyti, cili i treti. Kur mbaruan, njëri prej tyre mori listën dhe u ngrit për ta çuar te Enver Hoxha. Por para se të dilte nga dhoma, ai ndaloi për një moment dhe shikoi përsëri emrin e parë. Omer Nishani. Ai e nënvizoi atë emër me bojë të kuqe 2 herë, sikur donte të sigurohej se askush nuk do ta harronte se ky ishte objektivi kryesor. Pastaj doli dhe dera u mbyll pas tij me një tingull që tingëllonte si një varr që mbyllej. Ajo listë ekziston ende sot, e fshehur në arkivat që u hapën vetëm pjesërisht pas rënies së komunizmit. Dhe çdo herë që një historian e shikon atë, ai ndjen të njëjtën pyetje të ftohtë: sa kohë më parë ishte vendosur fati i Omer Nishanit? A ishte shkarkimi i tij në korrik një vendim i papritur, apo thjesht zbatimi i një plani që ishte hartuar muaj më parë? Dhe nëse ishte e dyta, atëherë çfarë jetoi Nishani në ato muaj, shpresë apo vetëm një iluzion që ja lejuan ta mbante derisa erdhi koha e duhur për ta shkatëruar? Por për ta kuptuar vërtet se pse Nishani duhet të eliminohej pikërisht në atë moment, duhet të shikojmë jo vetëm atë që ai dinte, por edhe atë që ai ishte bërë. Sepse gjatë gati një dekade në krye të shtetit, trupi i Omer Nishanit kishte ndryshuar në mënyra që askush nuk i kishte parë kurrë publikisht. Në vitin 1944, kur ai u zgjodh kryetari i Këshillit Antifashist, ai ishte një burr 50 vjeçar, i drejtë, me flokë të zinj dhe sy plot jetë. Fotografitë e asaj kohe e tregojnë atë duke buzëqeshur, duke shtrënguar duar, duke folur me njerëz me një ngrohtësi që dukej e vërtetë. Por në vitin 1953, kur ai u shkarkua, ai ishte një plak 60 vjeçar që dukej sikur kishte 80. Flokët e tij ishin bërë plotësisht të bardhë, jo nga mosha, por nga stresi i vazhdueshëm. Shpina e tij ishte përkulur, sikur pesha e të gjitha atyre firmave që kishte vënë në dënime me vdekje e kishte shtypur fizikisht. Duart i dridheshin vazhdimisht, një dridhje e imët, pothuajse e padukshme, por që bëhej më e fortë çdo herë që ai duhej të firmos diçka.
Dhe sytë e tij, ata sy që dikur kishin qenë plot jetë, tani ishin të zbrazët, si sytë e një njeriu që ka parë shumë dhe ka humbur aftësinë për të ndjerë. Kishte një detaj që pak njerëz e dinin, por që ata që punonin pranë tij e kishin vënë re, Nishani kishte filluar të flinte gjithnjë e më pak. Në vitet e fundit të detyrës së tij, ai shpesh kalonte net të trazgjuar, duke ecur nëpër zyrën e tij, duke lexuar dhe rilexuar dokumente që nuk kishin asnjë rëndësi. Mjeku i tij personal, që më vonë u arrestua dhe u dënua me 10 vjet burg për mosraportim të veprimtarisë armiqësore, kishte thënë në një intervistë të fshehtë se Nishani vuante nga pagjumësi kronike dhe se kishte kërkuar bara gjumi, por kishte frikë t'i merrte ato sepse mendonte se sigurimi mund t'i helmonte. Kjo paranojë nuk ishte e pabazuar, kishte raste të dokumentuara të njerëzve që ishin helmuar nëpërmjet barnave të tyre. Por ajo që e bënte këtë edhe më tragjike ishte se Nishani e dinte se edhe nëse nuk do ta helmonin, ai po vdiste ngadalë nga brenda. Çdo natë pa gjumë, çdo ditë e kaluar duke firmos dokumente që e shkatëronin shpirtërisht, çdo moment i kaluar duke jetuar në frikë, të gjitha këto po e konsumonin atë, po e kthenin në një hije të njeriut që kishte qenë dikur. Dhe pastaj ishte çështja e arkivave. Në muajt pas vdekjes së Stalinit, Enver Hoxha kishte urdhëruar një riorganizim të arkivave të Komitetit Qendror dhe të Sigurimit të Shtetit. Zyrtarisht, kjo ishte për të përmirësuar sistemin e ruajtjes së dokumenteve. Por në realitet ishte një operacion masiv për të shkatëruar çdo provë që mund të përdorej kundër tij. Qindra dosje u dogjën në oborin e Komitetit Qendror në një natë të korrikut 1953, të njëjtën natë kur Nishani u shkarkua. Ata që ishin aty thanë se zjarri ishte aq i madh sa që ndriçonte gjithë lagjen dhe se era e letrës së djegur mbushi ajrin për ditë të tëra. Çfarë kishte në ato dosje? Askush nuk e di me siguri, sepse ato që mbijetuan janë vetëm ato që Hoxha donte të mbijetonin. Por ka një teori të mbështetur nga disa historianë se në ato dosje kishte korrespondencë midis Hoxhës dhe udhëheqësve jugosllav nga vitet 1944 deri në 1948. Letra që tregonin se sa i nënshtruar kishte qenë Hoxha ndaj Titos, sa shumë kishte pranuar të bënte për të mbajtur pushtetin. Por kishte edhe një lloj tjetër dokumentesh që u shkatëruan atë natë, dosjet mjekësore. Në arkivat e sigurimit të shtetit ekzistonte një seksion i veçantë që mbante të dhëna për shëndetin e të gjithë udhëheqësve të larë. Këto dosje përmbajnë jo vetëm diagnoza, por edhe analiza psikologjike, vlerësime të stabilitetit mendor dhe madje edhe parashikime se sa kohë mund të jetonin. Dosja e Omer Nishanit ishte një prej atyre që u shkatëruan. Por një kopje e pjesshme e saj u gjet më vonë në arkivat personale të një mjeku që kishte vdekur në vitet e 90-ta. Ajo që tregonte ajo kopje ishte tronditse, që nga viti 1949, Nishani kishte filluar të shfaqte shenja të depresionit të thellë. Ai kishte humbur peshë në mënyrë dramatike, kishte filluar të ketë probleme me zemrën dhe kishte zhvilluar një ulçer stomaku që mjekët e konsideronin si rezultat i stresit kronik. Por pjesa më e rëndësishme e asaj dosjeje ishte një shënim i shkruar me dorë nga një psikiatër i sigurimit i datës 10 mars 1953, vetëm 5 ditë pas vdekjes së Stalinit. Ai shkruante: pacienti tregon shenja të rritura të ankthit. Ai ka shprehur frikë se ndryshimet që po vijnë do të jenë fatale për të. Kur u pyet se çfarë nënkuptonte, ai nuk dha përgjigje, por filloi të qajë. Rekomandoi monitorim të shtuar. Ky shënim tregon se Omer Nishani e kishte kuptuar se diçka e keqe po vinte për të shumë më herët se sa mendonim. Ai e kishte ndjerë në ajër, në mënyrën se si njerëzit e shikonin, në heshtjen që binte kur ai hynte në një dhomë. Ai e kishte parë në sytë e Enver Hoxhës, ato sy të ftohtë që e studiojnë sikur ai ishte një problem që duhej zgjidhur. Dhe ai e dinte se në botën e Hoxhës, problemet nuk zgjidhen me biseda, ato zgjidhen me eliminim. Por çfarë mund të bënte ai? Ku mund të shkonte? Ai nuk kishte miq të fuqishëm, nuk kishte bazë pushteti, nuk kishte asnjë mjet për t'u mbrojtur. Ai ishte plotësisht i izoluar, plotësisht i pambrojtur, plotësisht në mëshirën e një njeriu që nuk kishte mëshirë. Dhe kështu, ai thjesht priti. Priti dhe shpresoi se ndoshta, ai gaboi. Ndoshta Hoxha do ta linte të qetë. Ndoshta shkarkimi do të ishte mjaft. Ndoshta ai do të lejohej të jetonte ditët e tij të fundit në paqe, i harruar dhe i parëndësishëm. Por Enver Hoxha nuk harronte kurrë, dhe ai nuk linte kurrë asgjë rastësisë. Dhe në muajt pas shkarkimit të Nishanit, ai filloi të zbatonte fazën e fundit të planit të tij.
Faza e parë kishte qenë shkarkimi, eliminimi I nishanit nga pozicioni I tij zyrtar. Faza e dytë ishte izolimi, sigurimi që nishani nuk kishte asnjë kontakt me botën e jashtme, që ai nuk mund të fliste me askënd, që ai jetonte në një burg pa mure. Por faza e tretë, ajo finale, ishte eliminimi fizik. Dhe për këtë, Hoxha kishte nevojë për një justifikim që do të dukej I besueshëm. Ai nuk mund thjesht ta arrestonte nishanin dhe ta pushkatonte, kjo do të ngrinte shumë pyetje, veçanërisht nga Moska, që ende po vëzhgonte me kujdes se çfarë po ndodhte në Shqipëri. Ai kishte nevojë për diçka që do të dukej si një tragjedi natyrore, si një ngjarje që askush nuk mund ta kishte parandaluar. Dhe zgjidhja që ai gjeti ishte vetvrasja. Por si mund të bësh që një vdekje të duket si vetvrasje kur në të vërtetë është vrasje? Kjo është një pyetje që sigurimi I shtetit e kishte studiuar për vite me radhë. Ata kishin dosje të tëra për metoda të eliminimit të heshtur, mënyra për të vrarë njerëz në mënyrë që të mos linin gjurmë, që të mos ngrinin dyshime. Një prej këtyre metodave ishte të gjeje një njeri që ishte tashmë I thyer psikologjikisht, që kishte shenja të depresionit, që kishte arsye për të dashur të vdiste. Dhe pastaj, në një moment të zgjedhur me kujdes, ta detyrosh atë të marrë armën dhe ta qellosh veten. Si? Ka disa mënyra. Mund t'i thuash se nëse nuk e bën, familja e tij do të vuajë. Mund t'i tregosh dosje të fabrikuara që provojnë se ai ka qenë tradhtar dhe t'i thuash se nëse nuk vret veten, do të ketë një gjyq publik që do të shkatërrojë emrin e tij përgjithmonë. Mund t'i japësh një zgjedhje që nuk është zgjedhje, vdekja e shpejt me duart e tua, ose vdekja e ngadalt nëpërmjet torturës dhe poshtërimit publik. Dhe kjo është ajo që ndoshta I ndodhi Omer Nishanit në natën e 26 majit 1954. Imagjinoni skenën, është vonë në mbrëmje dhe ai është vetëm në shtëpinë e tij. Gruaja e tij ka vdekur disa vite më parë, fëmijët e tij janë larguar ose janë izoluar nga ai për shkak të frikës. Ai është plotësisht vetëm. Dhe pastaj dëgjon një trokitje në derë. Ai e hap dhe sheh dy burra në rroba civile. Ata nuk janë në uniform, por ai njeh menjëherë, janë nga sigurimi. Ata hyjnë pa pritur ftesë, mbyllin derën pas tyre dhe ulen. Njëri prej tyre nxjerr një zarf dhe ja jep Nishanit. Lexoje, thot ai. Nishani e hap zarfin me duar që dridhen. Brenda ka një dosje, fotografi, dokumente, dëshmi të fabrikuara që provojnë se ai ka qenë agent I huaj që nga vitet e 30-ta. Ai e di se kjo është e rreme, por ai e di gjithashtu se në një gjyq komunist, e vërteta nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është ajo që partia vendos të jetë e vërtetë. Ke dy zgjedhje, thot burri I dytë, duke vënë një armë në tavolinë. Mund ta marrësh këtë dhe ta mbarosh vetë, tani, në heshtje. Familja jote nuk do të prekët. Emri yt do të harrohet, por nuk do të shkatërrohet. Ose mund të refuzosh dhe nesër në mëngjes do të arrestohesh. Do të ketë një gjyq publik. Çdo gjë që ke bërë ndonjëherë do të ekspozohet. Çdo firmë që ke vënë, çdo heshtje që ke mbajtur, çdo kompromis që ke bërë, të gjitha do të lexohen me zë të lartë në një sallë gjyqi. Dhe në fund do të pushkatohesh gjithsesi. Por para se të vdesësh, do të shohësh se si emri yt bëhet sinonim I tradhtisë, se si fëmijët e tu ndryshojnë mbiemrin për të mos qenë të lidhur me ty, se si çdo gjë që ke dashur ndonjëherë shkatërrohet. Nishani I shikon. Ai e di se ata nuk po gënjejnë. Ai e di se kjo është e vetmja zgjedhje që do t'i jepet. Dhe ai e di gjithashtu se nuk ka asnjë shpëtim, asnjë mënyrë për të dalë nga kjo dhomë I gjallë, pavarësisht se çfarë zgjedh. Çfarë mendon ai në atë moment? A kujton ditët kur ishte I ri, kur studionte mjeksi në Francë, kur besonte se bota mund të ndryshojë me arsim dhe humanizëm? A kujton vëllain e tij, besimin, që u pushkatua sepse ai nuk kishte pasur guximin për ta shpëtuar? A kujton të gjitha ato fytyra, qindra fytyra të njerëzve që ai kishte firmos dënimet e tyre me vdekje, duke ditur se ata ishin të pafajshëm? A ndjen ai se kjo vdekje është drejtësia e vonuar, çmimi që ai duhet të paguajë për të gjitha ato vite bashkëpunimi? Apo thjesht ndjen lodhje, një lodhje kaq e thellë sa që vdekja duket si një lehtësim, si një fund I një vuajtjeje që ka zgjatur shumë gjatë? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse ajo që ndodhi në atë dhomë mbeti sekret. Ajo që e dim është se në mëngjesin e 27 majit, trupi I Omer Nishanit u gjet me një plag arme zjarri në kokë. Arma ishte pranë tij. Dhe sigurimi I shtetit menjëherë rrethoi shtëpinë, duke mos lejuar askënd të hynte.
por kishte detaje që nuk përputhen me versionin zyrtar. Së pari, këndi i plumbit. Mjekët që pan trupin më vonë, ata pak që guxuan të flasin, thanë se plumbi kishte hyrë në një kënd që ishte pothuajse i pamundur për një vetvrasje. Nëse Nishani do ta kishte mbajtur armën vet, plumbi do të kishte hyrë nga një drejtim tjetër. Së dyti, arma. Ajo nuk ishte e regjistruar në emrin e Nishanit. Askush nuk mund të shpjegonte se si ai e kishte marrë atë. Së treti, mungesa e letrës së lamtumirës. Pothuajse të gjithë ata që vrasin veten lën diçka, një shënim, një letër, një shpjegim. Por Nishani nuk la asgjë. Dhoma e tij ishte e pastër, e rregullt, sikur ai nuk kishte pasur kohë për të shkruar asgjë. Dhe së katërti, shpejtësia me të cilën trupi u varros. Brenda 24 orëve, Nishani ishte në varr, pa nderime, pa ceremoni, pa asnjë njoftim publik. Ishte sikur dikush kishte shumë nxitim për ta mbyllur këtë kapitull, për të siguruar që askush nuk do të kishte kohë për të bërë pyetje. Por pyetja më e madhe nuk është se si vdiq Omer Nishani. Pyetja më e madhe është, kush përfitoi nga vdekja e tij? Dhe këtu, përgjigjja është kristalisht e qartë. Pas vdekjes së Nishanit, Enver Hoxha konsolidoi pushtetin e tij në mënyrë absolute. Ai eliminoi çdo zë alternativ, çdo figurë që mund të përdorej nga Moska si zëvendësim i tij. Ai u bë diktatori i pakundërshtueshëm i Shqipërisë, një pozicion që ai do ta mbante për 40 vjet të tjera. Dhe gjatë gjithë atyre viteve, ai nuk u shqetësua kurrë nga e kaluara e tij, sepse të gjithë ata që e dinin atë të kaluar ishin të vdekur. Koçi Xoxe, i pushkatuar. Sejfullah Malëshova, i internuar dhe i vdekur në mjerim. Tuk Jakova, i torturuar deri në vdekje. Dhe Omer Nishani, vetë vritet. Të gjithë ata që mund të kishin dëshmuar kundër Hoxhës, të gjithë ata që mund të kishin treguar të vërtetën për kompromiset e tij, për tradhtitë e tij, për krimet e tij, të gjithë ishin zhdukur. Dhe me zhdukjen e tyre, Hoxha u bë i paprekshëm. Por ka një detaj të fundit, një detaj që shpesh harrohet, por që është ndoshta më i rëndësishmi. Pas vdekjes së Nishanit, Haxhi Leshi, njeriu që e zëvendësoi atë si kryetari i presidiumit, mbajti atë pozicion për 29 vjet, deri në vitin 1982. Gjatë gjithë atyre viteve, ai nuk bëri asgjë tjetër përveç se të firmos dokumente që Hoxha ja jepte, të lexoj fjalime që Hoxha ja shkruante, të qëndronte në heshtje kur Hoxha fliste. Ai ishte kukulla e përsosur, njeriu që nuk kishte asnjë mendim të pavarur, asnjë ambicie personale, asnjë kujtesë të bezdishme. Ai ishte gjithçka që Omer Nishani nuk kishte qenë, i verbër, i shurdhër dhe i heshtur. Dhe kjo është arsyeja pse ai mbijetoi, ndërsa Nishani vdiq. Sepse në një diktaturë mbijetojnë jo më të zgjuarit, jo më të fortit, jo më të ndershmit. Mbijetojnë ata që nuk dinë asgjë, që nuk kujtojnë asgjë, që nuk kërkojnë asgjë. Mbijetojnë ata që janë gati të bëhen vegla, pa u bërë kurrë pyetjen se për çfarë po përdoren. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë e Omer Nishanit, jo historia e një heroi, jo historia e një tradhtari, por historia e një njeriu që u përpoq të jetojë në një botë ku jeta e vërtetë nuk ishte e mundur. Ai u përpoq të mbante duart e pastra ndërsa firmoste dënime me vdekje. Ai u përpoq të ruante shpirtin e tij ndërsa shërbente një sistem që shkatëronte shpirtrat. Ai u përpoq të mbijetonte duke bërë kompromise, vetëm për të zbuluar se çdo kompromis e çonte më afër fundit. Dhe në fund, kur ai nuk ishte më i dobishëm, kur ai ishte bërë një kërcënim thjesht duke ekzistuar, ai u eliminua me të njëjtën ftohtësi me të cilën ai kishte firmosur eliminimin e të tjerëve. Kjo është drejtësia e egër e diktaturave, ajo që bën të kthehet kundër teje. Ajo që firmos për të tjerët, një ditë do ta firmos dikush për ty dhe ajo që hesht për të mbijetuar, në fund të bëhet heshtja që të varros. Sot, 70 vjet pas vdekjes së tij, varri i Omer Nishanit është i pashënuar. Askush nuk e di saktësisht ku është. Nuk ka pllak për kujtimore, nuk ka lule, nuk ka asnjë shenjë se aty pushon një njeri që dikur ishte kryetari i shtetit. Ai u fshin nga historia, ashtu siç Enver Hoxha kishte planifikuar. Por historia ka një mënyrë për të rikthyer edhe ata që diktaturat përpiqen t'i fshin. Dhe sot, kur ne flasim për Omer Nishanin, ne nuk flasim për një hero apo për një tradhtar. Ne flasim për një njeri që na kujton se në një diktaturë nuk ka zgjedhje të mira, ka vetëm zgjedhje të këqija dhe zgjedhje edhe më të këqija. Dhe ndonjëherë, edhe kur zgjedh atë që duket më pak e keqja, fundi është i njëjtë.
Sepse në një sistem që ndërtohet mbi gënjeshtra dhe frikë, e vetmja e vërtet që mbetet është kjo: dikush gjithmonë duhet të paguajë. Dhe shpesh, ata që paguajnë më shumë janë ata që përpiqen më shumë të mos bëjnë keq. Në arkivat e Spitalit Ushtarak të Tiranës, të fshehura në një dosje që mbante kodin Pacient Speciale 23, ekziston një raport mjekësor që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Është i datës 25 maj 1954, vetëm një ditë para vdekjes së Omer Nishanit. Në atë raport, një mjek ushtarak shkruan: pacienti u paraqit për kontroll rutinë. Presioni i gjakut normal. Zemra e qëndrueshme. Nuk ka shenja të sëmundjeve akute. Gjendja e përgjithshme e mirë për moshën. Nuk ka indikacione për rrezik vetvrasës. Mjeku që e shkroi këtë raport u arrestua 3 muaj më vonë me akuzën shpifje kundër shtetit. Ai u dënua me 15 vjet burg dhe vdiq në kampin e Burrelit në vitin 1961, pa u lejuar kurrë të fliste publikisht për atë që kishte parë. Por kopja e raportit mbijetoi, e fshehur në dosjet që u hapën dekada më vonë. Dhe ajo që ai tregon është e tmerrshme: një ditë para se Omer Nishani të gjendej i vdekur me një armë në dorë, ai ishte mjekësisht i shëndetshëm dhe nuk kishte asnjë shenjë të qëllimeve vetvrasëse. Çfarë ndodhi në ato 24 orë që e kthyen një njeri të shëndetshëm në një kufom? Kush erdhi në shtëpinë e tij atë natë? Dhe mbi të gjitha, a ishte ai vërtet i fundit që duhej të vdiste, apo kishte të tjerë që ende prisnin radhën e tyre? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në ditët e fundit të majit 1954 dhe të hyjmë në mendjen e Enver Hoxhës. Ai kishte arritur atë që donte, kishte shkarkuar Nishanin, e kishte izoluar, e kishte shndërruar në një fantazëm që askush nuk e shikonte më. Por kjo nuk ishte mjaft. Sepse çdo ditë që Nishani jetonte ishte një ditë kur ai mund të fliste, mund të shkruante, mund të bëhej një problem. Moska ende po vëzhgonte. Gazetarët perëndimor ende po përpiqeshin të hynin në Shqipëri. Dhe brenda vendit kishte njerëz që ende e kujtonin Nishanin si një figurë të respektuar, si një njeri që kishte qenë diçka më shumë se një kukull. Këta njerëz ishin pak, por ekzistenca e tyre ishte e mjaftueshme për ta bërë Hoxhën të ndihej i pasigurt. Dhe një diktator i pasigurt është gjëja më e rrezikshme në botë, sepse ai nuk pushon së eliminuari derisa çdo kërcënim, real apo imagjinar, të jetë shkatëruar plotësisht. Por kishte edhe një arsye tjetër, më personale dhe më të errët. Në maj të 1954, Hoxha mori një raport nga sigurimi i shtetit që e shqetësoi thellësisht. Sipas atij raporti, Nishani kishte pranuar një vizitë të papritur, një njeri i vjetër që kishte qenë mik i tij nga koha e studimeve në Francë. Ky njeri kishte jetuar jashtë Shqipërisë për vite me radhë dhe kishte ardhur për një vizitë të shkurtër familjare. Ai kishte shkuar në shtëpinë e Nishanit, kishte qëndruar aty për rreth një orë dhe pastaj kishte ikur. Sigurimi kishte dëgjuar bisedën, ata kishin vendosur mikrofon në shtëpinë e Nishanit muaj më parë. Dhe ajo që ata dëgjuan i bëri të alarmoheshin. Miku i vjetër i kishte thënë Nishanit: "Omer, ti duhet të shkruash kujtimet e tua. Njerëzit duhet të dinë të vërtetën për atë që ndodhi. Ti je i vetmi që e di gjithçka." Dhe Nishani, pas një heshtjeje të gjatë, kishte përgjigjur: "Ndoshta ke të drejtë. Ndoshta është koha të flas." Kjo ishte gjëja më e rrezikshme që Nishani mund të thoshte. Sepse nëse ai do të fillonte të shkruante kujtime, nëse ai do të dokumentonte gjithçka që kishte parë, marrëveshjen e Mukjes, nënshtrimin ndaj Jugosllavisë, eliminimin e rivalëve, proceset e fabrikuara, atëherë gjithë ndërtesa e gënjeshtrës që Hoxha kishte ndërtuar do të shembej. Dhe edhe nëse Nishani nuk do të arrinte ta publikonte atë brenda Shqipërisë, ai mund ta kontrabandonte jashtë vendit. Mund ta jepte te miku i tij që jetonte në Perëndim. Mund ta fshite diku, duke shpresuar se një ditë do të gjendej. Dhe kjo mundësi, edhe nëse ishte e vogël, ishte e papranueshme për Hoxhën. Ai nuk mund të lejonte që Nishani të jetonte as një ditë më shumë. Vendimi u mor menjëherë. Dhe ekzekutimi u planifikua me kujdesin e një operacioni ushtarak. Në mbrëmjen e 26 majit, Omer Nishani ishte vetëm në shtëpinë e tij. Ai kishte kaluar ditën duke lexuar libra të vjetër, letra të vjetra, fotografi që e çonin në një kohë kur jeta kishte pasur kuptim. Ai kishte ngrënë pak, kishte pirë çaj, kishte ecur nëpër dhomë duke menduar. Ndoshta ai po mendonte për atë që miku i tij i kishte thënë. Ndoshta ai po vendoste nëse duhej të shkruante kujtimet e tij, nëse duhej të guxonte të fliste.
Ndoshta ai po llogariste çmimin, jo për veten e tij, sepse ai e dinte se ishte tashmë një njeri i vdekur, por për ata pak që ende e donin, për fëmijët e tij që jetonin në frikë, për kujtimin e vëllait të tij që kishte vdekur për shkak të tij. A vlente të fliste, duke ditur se e vërteta mund të sillte vuajtje edhe më të mëdha për ata që ai donte? Apo duhej të heshte, të vdiste në heshtje dhe të shpresonte se historia një ditë do ta gjente të vërtetën pa ndihmën e tij? Por ai nuk pati kohë për të marrë atë vendim. Sepse rreth orës 9:30 të mbrëmjes dëgjoi një trokitje në derë. Ai e hapi dhe pa dy burra që nuk i kishte parë kurrë më parë. Ata ishin të veshur si civil, por mënyra se si qëndronin, mënyra se si e shikonin, e bëri atë ta kuptonte menjëherë se kush ishin. Shoku Nishani, tha njëri prej tyre me një zë të qetë, pothuajse të sjellshëm, duhet të flasim. Ata hyn pa pritur ftesë. Mbyllën derën pas tyre. Dhe ajo që ndodhi në orët e ardhshme mbetet një mister që nuk do të zgjidhet kurrë plotësisht. Sepse askush tjetër nuk ishte aty. Askush nuk dëgjoi çfarë u tha. Askush nuk pa çfarë ndodhi. Ajo që e dim është vetëm rezultati. Në mëngjesin e 27 majit, Omer Nishani u gjeti vdekur me një plag arme zjarri në kokë. Por ka disa detaje që mbijetuan, të fshehura në raportet e sigurimit që u hapën dekada më vonë. Sipas një raporti të brendshëm, operacioni u quajt heshtja e fundit. Ai u planifikua nga vetë Mehmet Shehu, ministri i brendshëm dhe njeriu i dytë më i fuqishëm në regjim pas Hoxhës. Shehu kishte zgjedhur personalisht 2 agent për këtë detyrë, burra që kishin kryer detyra të veçanta më parë, burra që dinin si të bënin që një vrasje të dukej si vetvrasje. Ata kishin marrë urdhra të qarta, Nishani duhej të vdiste atë natë dhe vdekja duhej të dukej si vetvrasje. Nuk duhej të kishte shenja dhune, nuk duhej të kishte gjurmë lufte, nuk duhej të kishte asgjë që mund të ngrinte dyshime. Dhe ata e kryen detyrën e tyre me një profesionalizëm të ftohtë që tregon se kishin bërë këtë më parë. Pas vdekjes së Omer Nishanit, familja e tij u shpërnda në heshtje dhe frikë. Fëmijët e tij ndryshuan mbiemrin, duke shpresuar se kjo do t'i mbrojë nga stigma e të qenit të lidhur me një vetvrasës. Ata jetuan jetë të heshtura, duke mos folur kurrë publikisht për të atin, duke mos kërkuar kurrë drejtësi për atë që i kishte ndodhur. Disa prej tyre emigruan sapo kufiri u hap në vitet e 90-ta. Të tjerët mbetën në Shqipëri, por jetuan si hije, duke shmangur çdo vëmendje publike. Asnjë prej tyre nuk shkroi kujtime. Asnjë prej tyre nuk dha intervista. Frika që Enver Hoxha kishte mbjellë në ta ishte kaq e thellë sa që ajo vazhdoi të jetonte edhe dekada pas vdekjes së diktatorit. Dhe çfarë u bë me ata që përfituan nga vdekja e Nishanit? Haxhi Leshi, njeriu që e zëvendësoi atë si kryetari i presidiumit, mbajti atë pozicion për 29 vjet. Ai jetoi një jetë të rehatshme, me privilegje dhe nderime, duke mos bërë asgjë tjetër përveç se të firmos dokumente që Hoxha ia jepte. Ai vdiq në vitin 1988, në moshën 85 vjeç, në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja. Asnjë plag arme zjarri, asnjë vetvrasje, asnjë mister. Ai mori atë që Nishani nuk mori kurrë, një vdekje të qetë, në pleqëri, me nderime. Sepse ai kishte mësuar mësimin që Nishani nuk e kishte mësuar kurrë, në një diktaturë mbijetojnë jo më të zgjuarit, por më të heshturit. Mehmet Shehu, njeriu që kishte planifikuar heshtjen e fundit, vazhdoi të ishte njeriu i dytë më i fuqishëm në Shqipëri për 27 vjet të tjera. Ai u bë kryeministër, komandant i ushtrisë dhe dora e djathtë e Hoxhës në të gjitha operacionet e eliminimit. Por në fund, edhe ai u kthye në viktimë të njëjtit sistem që kishte shërbyer. Në dhjetor të vitit 1981, ai u gjeti vdekur në shtëpinë e tij, zyrtarisht vetvrasje. Ironia ishte e tmerrshme, njeriu që kishte organizuar vdekjen e Nishanit si vetvrasje vdiq vetë në të njëjtën mënyrë. A ishte vërtet vetvrasje? Apo Hoxha, në paranojën e tij të fundit, e kishte eliminuar edhe atë? Ne nuk do ta dim kurrë. Por ajo që e dim është se rrota e dhunës që Shehu kishte ndihmuar të ndërtojë në fund e përpiu edhe atë. Dhe Enver Hoxha? Ai jetoi deri në prill të vitit 1985, duke vdekur në moshën 77 vjeç nga një sulm në zemër. Ai vdiq në shtëpinë e tij, i rrethuar nga mjek dhe familje, duke mbajtur pushtetin deri në frymën e fundit. Ai nuk u gjykua kurrë për krimet e tij. Ai nuk u përball kurrë me të vërtetën për atë që kishte bërë.
A i vdiq duke besuar se kishte fituar, se historia do ta kujtonte si heroin që kishte çliruar Shqipërinë, se emri i tij do të jetonte përgjithmonë. Por brenda 4 vitesh pas vdekjes së tij, regjimi që ai kishte ndërtuar ra. Statujat e tij u rrëzuan. Emri i tij u bë sinonim i terrorit. Dhe sot, kur shqiptarët flasin për të, ata nuk flasin për një hero, ata flasin për një diktator që shkatërroi një vend të tërë për të mbajtur pushtetin personal. Por pyetja që mbetet, pyetja që duhet ta bëjmë vetes, është kjo: a mori drejtësinë ndonjëherë Omer Nishani? A u zbulua e vërteta për atë që i ndodhi? A u ndëshkuan ata që e vranë? Përgjigja është jo. Asnjë prej agjentëve që hynë në shtëpinë e tij atë natë nuk u gjykua kurrë. Asnjë prej atyre që planifikuan vdekjen e tij nuk u përball kurrë me drejtësinë. Dosja e vdekjes së tij mbetet e mbyllur, e shënuar si sekret i shtetit edhe sot. Varri i tij mbetet i pashënuar, i harruar, i humbur diku në periferi të Tiranës. Dhe emri i tij, edhe pse është rikthyer në librat e historisë, ende mbart stigmën e dyshimit: a ishte ai viktim apo bashkëfajtor? A meritonte të vdiste, apo ishte thjesht një njeri i pafat që u gjet në vendin e gabuar në kohën e gabuar? Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga kjo histori e errët. Se në një diktaturë nuk ka drejtësi, as për viktimat, as për ekzekutuesit. Ka vetëm një cikël të pafundhune, ku ata që vrasin sot vriten nesër, ku ata që firmosin dënime për të tjerët një ditë marrin dënimin e tyre, ku ata që ndërtojnë sisteme terrori në fund konsumohen nga ato sisteme. Omer Nishani mendoi se mund të mbijetonte duke bashkëpunuar. Mehmet Shehu mendoi se mund të mbetej i fuqishëm duke qenë ekzekutori kryesor. Enver Hoxha mendoi se mund të jetonte përgjithmonë duke eliminuar çdo kërcënim. Por të gjitha ata, në mënyra të ndryshme, u shkatëruan nga e njëjta dhunë që kishin ndihmuar të ndërtohej. Sot, 70 vjet pas asaj nate të 26 majit 1954, ne ende nuk e dim të gjithë të vërtetën për atë që ndodhi në shtëpinë e Omer Nishanit. Ne nuk e dim nëse ai vdiq me duart e tij apo me duart e të tjerëve. Ne nuk e dim nëse ai pati një zgjedhje apo nëse zgjedhja ju mor me forcë. Ne nuk e dim nëse ai qau apo u përball me vdekjen me dinjitet. Të gjitha këto janë pyetje pa përgjigje, sekrete që u varrosën me të dhe që ndoshta nuk do të zbulohen kurrë. Por ka një pyetje që mbetet, një pyetje që duhet ta bëjmë vetes: nëse do të ishim në vendin e tij, çfarë do të bënim ne? A do të kishim guximin të refuzonim që nga fillimi, duke ditur se refuzimi do të thoshte vdekje të menjëhershme? A do të kishim forcën të rebelonim në mes të rrugës, duke ditur se kjo do të shkatëronte jo vetëm ne, por edhe familjen tonë? Apo do të bënim atë që bëri Nishani, do të bashkëpunonim, duke shpresuar se ndoshta do të mund të mbijetonim, vetëm për të zbuluar në fund se mbijetesa në një diktaturë nuk është jetë, por vetëm një vdekje e ngadalë? Dhe ndoshta, kjo është e vërteta më e frikshme e gjithë kësaj historie, se ne nuk e dim përgjigjen. Se shumica prej nesh, nëse do të vendoseshim në atë pozicion, ndoshta do të bënim pikërisht atë që bëri Nishani. Do të firmosonim dokumentet. Do të mbajnim heshtjen. Do të shpresonim se duke bashkëpunuar do të mbijetonim. Dhe vetëm në fund, kur do të ishte shumë vonë, do të kuptonim se çdo firmë që vum, çdo heshtje që mbajmë, çdo kompromis që bëm, na çoi pak nga pak drejt fundit të njëjë. Historia e Omer Nishanit nuk është vetëm historia e një njeriu që vdiq në 1954. Është historia e të gjithë atyre që përpiqen të jetojnë në sisteme që nuk lejojnë jetë të vërtetë. Është historia e zgjedhjeve të pamundura, e kompromiseve që shkatërrojnë shpirtin, e shpresës që vdes pak nga pak. Dhe është një paralajmërim për ne të gjithë, se diktaturat nuk ndërtohen vetëm nga diktatorët. Ato ndërtohen nga heshtja e atyre që dinë të vërtetën por nuk guxojnë ta flasin. Nga bashkëpunimi i atyre që shpresojnë se duke u bërë pjesë e sistemit do të shpëtojnë. Nga frika e atyre që zgjedhin mbijetesën mbi dinjitetin. Por kush ishte vërtet përgjegjës për vdekjen e Omer Nishanit? A ishte Enver Hoxha që urdhëroi eliminimin e tij? A ishin agjentët e sigurimit që ekzekutuan urdhrin? A ishte Mehmet Shehu që planifikoi operacionin? Apo ishte vetë Nishani që zgjodhi të bashkëpunojë me një sistem që e dinte se ishte i pafe? Ndoshta përgjigja është se të gjithë ishin përgjegjës, secili në mënyrën e tij, secili me zgjedhjet e tij, secili me heshtjen e tij. Dhe ndoshta kjo është e vërteta më e dhimbshme, se në një diktaturë nuk ka të pafajshëm.
Ka vetëm viktima dhe ekzekutues dhe ndonjëherë të njëjtët njerëz janë të dyja. Sot, kur ecim nëpër rrugët e Tiranës, askush nuk e di se ku është varri i Omer Nishanit. Nuk ka pllak përkujtimore, nuk ka statuj, nuk ka asnjë shenjë se aty pushon një njeri që dikur ishte kryetari i shtetit. Ai u fshi nga historia, ashtu siç Enver Hoxha kishte planifikuar. Por çdo herë që ne flasim për atë kohë, çdo herë që ne pyesim se si ishte e mundur që një regjim kaq i tmerrshëm të ndërtohej dhe të mbahej për aq kohë, ne duhet të kujtojmë historinë e Omer Nishanit. Sepse ai është përgjigja, ai është shembulli i asaj që ndodh kur njerëzit zgjedhin heshtjen mbi të vërtetën, bashkëpunimin mbi rezistencën, shpresën për mbijetesë mbi guximin për të vdekur me dinjitet. Dhe pyetja që mbetet, pyetja që do të mbetet përgjithmonë pa përgjigje të plotë, është kjo: a mund të kishte qenë ndryshe? A mund të kishte Nishani refuzuar që nga fillimi, duke pranuar vdekjen por duke ruajtur shpirtin? A mund të kishte ai folur në fund, duke shkruar kujtimet e tij dhe duke kontrabanduar të vërtetën jashtë vendit? A mund të kishte ai bërë diçka, çfarëdo gjëje, që do ta kishte shpëtuar jo jetën e tij, por kujtimin e tij, dinjitetin e tij, shpirtin e tij? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse ai zgjodhi atë që zgjodhi dhe ai pagoi çmimin që pagoi. Dhe tani, 70 vjet më vonë, ne mbetemi me pyetje që nuk kanë përgjigje, me sekrete që nuk do të zbulohen kurrë, me një histori që na kujton se në një diktaturë, e vetmja gjë që mbetet në fund është heshtja, heshtja e të vdekurve, heshtja e të gjallëve dhe heshtja e historisë që nuk guxon të flasë.